Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iktada bihadihim ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe dërgojmë salavat dhe selame mbi Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, fillimisht e lutim Allahun subhanahu wa taala që ashtu siç na ka tubuar në këtë mexhlis të na tuboj në Jannatul Firdaus, në shoqërinë e pejgamberëve dhe njerëzve të devotshëm. Tema e sodit, të cilën do ta shtjellojmë inshallahu taala, është në lidhje me kamatën. Kamata, ky mëkat i madh, vepruesin e të cilit Allahu subhanahu wa ta'ala e ka quajtur në luftë me të, pra i ka shpallur luftë atij i cili e merr ose e jep kamatën. Kamata, ky mëkat, vepruesin e të cilit e ka mallkuar Muhamedi alayhis salam, mëkat për të cilin nuk përhapet në një vend vetëm se Allahu subhanahu wa ta'ala e shkatron atë vend. Ky mëkat i cili përhapet në vendet në të cilat është dobësuar besimi dhe janë dobësuar pra mësimet pejgamberike në zemrat e atyre njerëzve. Dhe për fat të keq, edhe shoqëria jon kohëve të fundit është kapluar pra në përmasa të mëdha nga ky mëkat i shëmtuar. Saqë mund të themi nuk ka fis apo familje që nuk ka në të ndonjë që s'ka marrë para me kredit, e që do me thënë me kamat. Po ashtu edhe marrëdhëniet me bankat janë me kamat, e shumë veprime tjera janë të ndërlidhura me kamat, andaj e pam të nevojshme dhe të arsyeshme që t'i sqarojmë këto gjëra. Dhe padyshim se një ders nuk është i mjaftueshëm për t'i sqaruar detajisht të gjitha dispozitat në lidhje me kamatën. Po ndoshta do duhen disa derse sepse do ta sqarojmë çështjen e kamatës në mënyrë më të zgjeruar dhe do t'i përmendim disa fetfaja bashkohore në lidhje me disa dukuri bashkohore që kanë të bëjnë me kamatën. Do ta përmendim dëmin e kamatës, duke i përmendur pra argumentet fetare, po edhe realitetin në të cilin shumë prej njerëzve kanë ardhur për shkak pra si pasojë e kamatës. Sa njerëz i kanë humbur shtëpitë e tyre, pasurinë e tyre, mallin e tyre për shkak të kamatës. Sa shtete janë bërë robër të disa individëve të caktuar, të disa bankave të caktuara për shkak të kamatës. Sa shoqëri pra janë bërë pre e varfrisë dhe fukarallëkut për shkak të këtij mëkati të kamatës. Definimi i kamatës, cili është pra definicioni i kamatës? Sa i përket në aspektin gjuhësor, riba, fjala riba që përdoret në gjuhën arabe, do të thotë e-ziyade, shtesa. Kamata pra në aspektin gjuhësor do të thotë diçka shtesë, diçka plus nga ajo që është esenciale. Dhe kjo përdoret pra edhe në aspektin gjuhësor në Kur'an, po edhe në gjuhën e njerëzve. Ndërsa në aspektin sheriatik, kamata është një shtesë e caktuar në këmbimin e mallrave të caktuara ose në kushtëzimin e shpagimit të borxhit. Pra një shtesë e caktuar kur këmben mall me mall të caktuar në të cilët vlen kamata, apo kur e kërkon apo kur e kushtëzon që ai të ta kthej borxhin pra ty. Në këto dy raste konsiderohet kamat dhe këto do t'i shtjellojmë inshallah taala më detajisht në vijim. Kamata si dukuri nuk është e njohur vetëm në kohën e Muhamedit alayhis salam, apo pasi i është zbritur shpallja Muhamedit alayhis salam, po ka qenë e njohur edhe më herët. Kamata si dukuri ka qenë e njohur edhe më herët.
madje para zbritjes së shpalljes, para ardhjes së pejgamberit alayhis salam, ky mëkat ka qenë i përhapur në mënyrë shumë të madhe pra. Saqë nuk kishte mundësi që ndonjë borxh të shpëtoi pra prej kamatës. Transmeton Imam Taberiu në tefsirin e tij. Taberiu është një prej mufesirëve më të mëdhej pra. Konsiderohet babai i mufesirëve, do të thoni komentuesve të Kuranit famlar. Ky transmeton në tefsirin e tij nga Mujahidi, rahimahullah. Mujahidi është prej nxënësve kryesor të Ibn Abbasit dhe prej mufesirëve më të mëdhej prej tabiinëve, i cili thot, Mujahidi rahimahullah thot, kanu fil jahiliye yakunu lirrajul ala rrajul ad-dayn. Në jahiliet kur një njeri i kishte borxh një njeriu tjetër, i thoshte fejekul leke kedha kedha wa tuakhiru anni fejuakhiru anhu. Kur i kishte, thot Mujahidi, në kohën e jahilietit, kur i kishte borxh një njeriu tjetër një sumë të caktuar të parave, dhe vinte afati i skadimit të borxhit, dhe ky nuk kishte mundësi që t'ja kthej borxhin në afatin e caktuar, andaj i thoshte do të jap edhe kaq plus shtesë apo kamat, vetëm ma vono borxhin edhe një vit për shembull, ose deri në një kohë të caktuar sipas asaj që merreshin vesh. Dhe lloji më i madh i kamatës në xahilet ka qenë ky, mirë po jo prej borxh marrësit, po prej borxh dhënësit, i cili e priste kohën kur kalon afati i kamatës. Borxh dhënësi, ai i cili e ka dhënë borxhin, e priste kohën kur kalon afati i kamatës dhe shkonte tek ai të cilit i ka dhënë borxh, dhe i thoshte e tek di em turbi, a do paguash borxhin, a do ta shpaguash borxhin, apo do të shtosh diçka si kamat në si kompenzim për atë që unë të ta shtyj borxhin edhe pak. Edhe ai kështu pra, nëse kish mundësi të paguaj borxhin, i nxjerrte tollat, mallin, çka do qofte, paguante borxhin. Nëse jo, atëherë i ashtonte. Pra nuk ka qenë shumica e kamatës në kohën para islamike, xhahiletit, ka qenë në kohën kur ka ardhur koha për ta paguajtur borxhin. Nëse nuk e ka paguajt, atëherë ja ka shtu kamatën. E jo si marrëveshje prej fillim, prej start të borxhit. Po ashtu prej llojeve të kamatës që kanë qenë në xhahilet ka qenë kamata e dy fisht. E dy fisht, apo faktikisht 100% kamat. Edhe kjo ka ndodh edhe në të holla, në pasuri, në dinar dhe dirhem, po edhe në mallra. Saqë kur ka ardhur koha për ta paguajtur borxhin, i ka thonë e paguan, apo në vitin e ardhshëm duplo ja ka shtu, do të thonë dy fish. Nëse ka pas për shembull 100 denar të paguaj borxh, është desh që në vitin e kaluar ti paguaj 200 duplo. Nëse ka pas për shembull që ta jep një deve që e ka një vit, një deve të re, pra në mosh 1 vjeçare, nëse nuk e ka paguar në kohë, nëse nuk e ka kthyer në kohë këtë borxh, atëherë në vitin e ardhshëm është dashur që të paguaj apo të ja jep një deve në moshën 2 vjeçare. Pra 2 fish më e rritur dhe më e madhe. Andaj Allahu subhanahu wa taala i ndalon besimtarët nga kjo lloj kamatës dhe nga gjitha llojet tjera në përgjithësi, mirë po ky ishte lloji më i vështirë. 2 fish, domethënë, për brenda një vitit të afatizimit shtohej kamata duplo. Nëse ka pas për shembull 100, siç tham, shtohej dhe bëhej 200 dhe kështu me radhë. E pastaj prej 200, nëse nuk ishte të paguaj vitin tjetër, shtohej 400. Do të thonë një shtesë marramendëse e kamatës. Andaj Allahu subhanahu wa taala ka ndaluar nga kamata në përgjithësi, po nga ky lloj në veçanti, për shkak se ky lloj pra e shkatronte borxhmarrësin. Thot Allahu i lartësuar: ja ejuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. O ju që keni besuar, mos e hani kamatën e shumëfishuar.
dhe keni frikë Allahun nëse dëshironi që të shpëtoni prej dënimit të tij. Pra, kamata në xahiliet konsiderohej si metoda më e mirë e fitimit pasurisë, pra në mendjen e tyre, sepse ata ishin një popull i shthurur, i shfrenuar. Nuk ju interesonte se kjo për shembull mund ta shkatrojë atë tjetrin. Sepse nëse nuk ka të paguaj në këtë vit, në vitin tjetër i shumë fishohej. E në vitin tjetër i shumë fishohej derisa arrinte që t'ja konfiskojnë ndoshta shtëpinë, pasurinë e të tjera e të ngelej pa asgjë, siç ndodh edhe në kohën tonë. Andaj zakonisht kamata përhapet në shoqëritë më të shthurura, më të shkatruara, në shoqëritë në të cilët humbin vlerat njerëzore, shkatrohet fitra e njerëzve, natyrshmëria e njerëzve dhe humb rahmeti, mëshira në mesin e njerëzve. Mirë, po për fat të keq, kjo pra e njëjta ndodh edhe në kohën tonë. Sa që shumë prej shoqërive të kohës sonë, për ato jo muslimane mos flasim, po për fat të keq është përhapur edhe në shoqëritë të cilët i thon vetes shoqëri muslimane. Është përhapur shumë ky mëkat i madh dhe ka shkaktuar që ata që janë të pasur edhe më shumë të pasurohen me pa të drejtë, ndërsa ata që janë të varfër t'ju shtohet varfëria, vuajtja dhe mundimet edhe më shumë për shkak të se nuk kanë rrugdalje tjetër. Besimi i njerëzve pra ka humbur, nuk japin borxh njëri tjetrit në formën e lejuar. Andaj i varfri vetë rrethonat, sistemi e ka obliguar që të shkoj dhe të merr kamat. Nuk themi se kjo arsyeton, mirë po themi se ashtu është sistemi i njerëzve të pasur, të cilët dëshirojnë që të pasurohen edhe më shumë në kurrizin e njerëzve të varfër dhe shtresave punëtore apo shtresave të mesme të shoqërisë, pa ju interesuar se kjo e shkatron shoqërinë, e shkatron shtetin, e shkatron vendin dhe e rrit edhe më shumë hendekun në mes të pasurve dhe të varfërve, gjë e cila është në kundërshtim të direkt me qëllimet e shariatit, sepse qëllimi i shariatit është që ta zbut hendekun në mes të pasurve dhe të varfërve, dhe pasurinë e merr prej të pasurve nëpërmjet zakatit dhe u jep të varfërve, në mënyrë që shoqëria të harmonizohet, në mënyrë që të kenë pra mos të ketë armiqësi në mes të shtresës së varfër dhe shtresës së pasur, sepse ligji i Allahut në këtë tokë është që të ketë çdo herë njerëz pasur dhe njerëz të varfër, dhe kjo nuk mund të zhduket. Andaj Islami në këtë rast është në mes të komunizmit dhe kapitalizmit. Komunizmi i cili ja merr tërë pasurinë të pasurit me pa të drejtë dhe e bën të gjitha të pronë shtetërore, dhe kapitalizmi i cili e lën të pasurin që ta shtoj pasurinë e tij pa asnjë farë norme morale, fetare e kështu me radhë. Islami pra është i drejtë, e lën të pasurin që të gëzoj pasurinë e tij, mirë po nga ana tjetër po ashtu i ja jep edhe hakun që i takon të varfrit në atë pasuri. Për këtë shkak edhe qëndrimi islam ndaj kamatës është shumë i ashpër dhe shumë decid, dhe nuk ka asnjë farë turbullire rreth kësaj. Të gjithë e dinë pra se Islami e ndalon çdo lloj dhe çdo formë të kamatës. Dhe tash inshallahu taala në vim do t'i përmendim argumentet që kanë të bëjnë me qëndrimin e Islamit ndaj kamatës, gjithsesi argumentet të cilat e ndalojnë dhënien, marrjen apo pjesëmarrjen në marrëveshjen e kamatës në çfarëdo forme qoftë ajo. Thot Allahu i lartësuar në surën Bekare, ajeti 275, Alladhina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Ata të cilët e han kamatën nuk ngriten vetëm se ashtu siç ngritet ai të cilin e ka prek shejtani. Dhalike bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba. Kjo është sepse ata thanë tregtia është e ngjashme me kamatën.
Kjo pra ishte kamata është ngjashme me tregtin. Ky pra ishte argumenti i tyre se edhe kjo është një farlloj tregtie. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Ndërsa Allahu e ka lejuar tregtin dhe e ka bërë haram kamatën. Andaj ai i cili barazon në mes halalit dhe haramit me këtë vepër del prej feje dhe bën kufër. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Andaj kujt I vjen këshilla prej Zotit të tij, I vijnë argumentet e ndalimit të kamatës dhe e ndërpret këtë vepër të shumtuar, felehu ma selefe wa amruhu ila Allah. Atij I takon ajo që ka kaluar, pra I falet mëkati I kaluar. Nëse deri në atë moment nuk e ka ditur dhe kur I ka ardhur argumenti prej Allahut, është larguar prej këtij mëkati, I falet e kaluara. Wa man ade, e ai I cili kthehet edhe pas kësaj në kamat, edhe pasi që I bëhet e qartë se kjo është një mëkat I madh dhe është një vepër e ndaluar nga ana e Allahut subhanahu wa taala, kush kthehet pas kësaj në kamat, fa ulaika ashabun nar, ata janë banorë të zjarrit të xhehenemit, hum fiha khalidun, dhe aty do të qëndrojnë për gjithmonë. Argumenti I dytë është fjala e Allahut subhanahu wa taala në surën Bekara ajeti 276, yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allahu e shlyen kamatën dhe e shton bereqetin e sadakas. Dhe Allahu nuk e don asnjë kafir, pabesimtar, mëkatar dhe të poshtër. Pra, shumica e njerëzve kur vendosin që të japin kama, po edhe të marrin kama, besojnë se me këtë do ta shtojnë pasurinë e tyre. Mirë po Allahu subhanahu wa taala sillet me ta me të kundërtën e qëllimit të tyre. Dhe kjo është ligji I Allahut subhanahu wa taala. Kush mundohet që të arrijë diçka me haram, Allahu sillet me të kundërtën e qëllimit të tij. El jaza min jinsil amal. Dënimi dhe shpërblimi është sipas llojit të veprës. Andaj ai I cili merret me kamat, jep kamat ose merr kamat, qëllimi I tij është që ta shtojë pasurinë e tij. Mirë po Allahu subhanahu wa taala sillet me të kundërtën e qëllimit të tij. Ja humb bereqetin e pasurisë së tij. Ja humb bereqetin e pasurisë së tij dhe e shlyen ndikimin e kamatës. Përkundrazi, ajo bëhet shkak I varfërisë. Ndoshta jo vetëm me atë, po edhe me pasardhësit e tij. Argumenti I tretë është fjala e Allahut subhanahu wa taala në surën Bekara, ajeti 278-279, thot Allahu I lartësuar, Ja eyyuhalladhina amanu taqullaha wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. O ju besimtar, keni frikë Allahun dhe lejeni atë që ka ngelur prej kamatës në qoftë se jeni besimtar të vërtet. Fa illam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allahi wa rasulih. E nëse ju nuk e bëni këtë, nëse ju nuk e leni kamatën, atëherë ta dini se I keni shpallur luftë Allahut dhe pejgamberit. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. E nëse ju pendoheni, atëherë dijeni se juve u takon vetëm kapitali juaj. Nuk ju bëhet pa drejt, po edhe ju nuk ju bëni pa drejt të tjerëve. Dhe kjo tregon se ai I cili pendohet, ndërsa ka disa marrëveshje kamatore, ai duhet t'i shkëput këto marrëveshje dhe ta merr vetëm kapitalin e pasurisë së tij. Argument tjetër që ndalon kamatën është fjala e Allahut të lartësuar,
në surën Ali Imran ajeti 130: Ja ejuhalladhina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. O ju besimtar, mos e hani kamatën e shumëfishuar dhe keni frikë Allahun nëse dëshironi që të shpëtoni prej dënimit të tij. Dhe kjo është, siç e përmendëm më herët, ndalesë i llojit më të rëndë të kamatës, e që ishte kamata e dyfishuar. E përmendëm pra se lloji më i rëndë i kamatës që ishte në kohën e xhahiletit, po edhe tash ndoshta ekziston dokundësht kamata e dyfishuar, e cila pastaj vitin e ardhshëm shumëfishohej, sepse nëse i kishte marrë për shembull borxh, tham 100 dinar, në fund vitit ai ja kërkonte që t'ja shtojë afatin edhe një vit 200. Në vitin e ardhshëm ju bën 200, nëse nuk e shpaguante ja kërkonte 2 fish, pra për vitin tjetër 400. Dhe kjo shtohej në mënyrë shumë të shpejtë dhe në mënyrë shumë të madhe pra. Andaj Allahu i lartësuar këtë lloj kamatës e veçoi me ndalesë, me ndalim. Allahu i lartësuar po ashtu na ka treguar pra prej formave që e ka ndaluar kamatën është se na ka treguar se i ka mallkuar jehudit para kësaj, dhe kamata para islamit ishte edhe tek jehudit, edhe pse Allahu a kishte ndaluar, ata bënën lloj-lloj hilesh, pra në lloj-lloj forma e lejuan kamatën, saqë ajo që ngeli e ndaluar tek ata ishte një formë shumë e kufizuar dhe shumë pra një formë shumë e vogël në krahasim me metoda të tjera. Dhe kjo për fat të keq ndodh edhe nga një pjesë e muslimanëve, të cilët mundohen të arsyetojnë marrjen e kamatës me arsye që s'janë arsye, sepse Allahu i lartësuar nuk e ka arsyetuar një gjë të tillë. Mirë, po për fat të keq tash shohim edhe njerëz fetar të cilët u arsyetojnë njerëzve marrjen e kamatës, ndërsa kjo ishte një ndër shkaqet më të mëdha për të cilat u mallkuan Banu Israilet, jehudit, të cilët e kishin të ndaluar kamatën në mënyrë totale. Pastaj çka bën ata? Erdhën dhe komentuan dhe thanë, jo, nuk është për qëllim ndalimi i kamatës me të gjithë njerëzit, po është për qëllim ndalimi i kamatës në mesin e jahudive, në mes veti. Pra kur merr jahudiu prej jahudijut, atëherë ka të ndaluar, ose kur jep jahudiu e jahudijut kamat. Mirë po, kur ka marrveshje me kamat me të tjerët që nuk janë jahudi, nuk është problem. Pra e komentuan këtë ndalesë të Allahut dhe i bën ta'wil apo komentim të shtrembruar me qëllim, sepse ishin popull i dhënë pas pasurisë. Sa që njëri prej rabinëve të tyre, madje edhe i nxit jahudit që sa më ashpër pra të marrin kamat me jo jahudit, pra me ata që nuk janë jahudi. Dhe thot, kur i jep jahudiu kamat të krishterit apo dikujt tjetër prej atyre që nuk janë prej jahudive, thot, duhet që të tregohet sa më i ashpër në këtë drejtim, në mënyrë thot që ta mposht atë tjetrin dhe ta bëj të mvarur prej jahudiut. Kjo pra është një prej hileve më të mëdha që ata e bën, siç e kishin zakon me fenë e Allahut subhanahu wa taala, ta shtrembrojnë sipas qejfeve dhe epsheve të tyre. Andaj kjo është një prej shkaqeve për cilët Allahu i lartësuar i mallkoi ata, i mallkoi dhe i largoi prej mëshirës së tij dhe i bëri ndër njerëzit më të urrejtur të tij, për të cilën kërkojmë mbrojtje nga Allahu në çdo rekat të namazit, që mos të bëhemi të ngjajshëm me ata. Ghayril maghdubi alehim, ja Rab, mos na bën prej atyre me të cilët ti u hidhrove. Ata janë jahudit dhe të gjithë ata që i kanë cilësitë e jahudive. Thot Allahu i lartësuar, në surën Nisa, ajeti 161, duke treguar se pse i ka mallkuar jahudit, thot: "Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu",
dhe për shkak se e merrnin kamatën edhe pse ishin të ndaluar nga ajo. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dhe për shkak se e merrnin pasurinë e njerëzve me pa të drejtë. Wa a'tadna lil kafirin minhum adhaban alima, andaj jo besimtarve, për gënjeshtruesve prej tyre ju kemi përgatitur një dënim shumë të madh. Po ashtu Allahu i lartësuar në surën Rum, ajeti 39, e ndalon kamatën dhe tregon se nuk ka dobi prej saj, përkundrazi dëmi është shumë i madh, duke thënë: "Wa ma ataytum min riba", dhe atë që ju e jepni me kamat, li yerbu fi amwalin nas, që t'ju shtohet pasuria e njerëzve, fela yerbu inda Allah, dijeni se tek Allahu nuk shtohet kjo pasuri. Wa ma ataytum min zakah, ndërsa atë zeqat, atë sadaka të cilën e jepni, turiduna wajha Allah, me të cilën ju e keni për qëllim kënaqësinë e Allahut të lartësuar, fa ulaika humul mud'ifun, të tillëve do t'ju shtohet shpërblimi dhe pasuria e tyre. Andaj, nëse dëshiron që Allahu të zbret pasuri në bereqet në pasurinë tënde dhe ta shtoj atë, jep e zeqatin, jep sadaka, e mos jep kamat, sepse kamata e bën të kundërtën. E humb pasurinë, po e humb bereqetin e pasurisë. E humb bereqetin e pasurisë. Dhe siç do ta përmendim më vonë një hadith të pejgamberit alayhis salam, nuk ka një njeri që mirret shumë me kamat, vetëm se fundi i tij do të jetë në varfëri dhe në fukarallëk. Thot Xhabiri radiallahu anhu në hadithin që e transmeton Muslimi nga ai: "La'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akila ar-riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidehi wa qala hum sawa." Thot pejgamberi alayhis salam e ka mallkuar atë që jep kamat, atë që merr kamat, atë që e shkruan marrveshjen e kamatës dhe dy dëshmitarët që janë prezent gjatë marrveshjes së kamatës, dhe ka thënë të gjithë ata janë të barabartë në mëkat. Pra, pejgamberi alayhis salam po na bën qartë se është ndaluar marrja pjesë në marrveshjen e kamatës me çfarëdo lloj forme. Dhe kjo është argument se nuk lejohet që njeriu të punojnë në vendet ku jipet kamata, mirret kamata dhe ku bëhen marrveshje me kamat, siç janë bankat të cilat kryen transaksione me kamat. Po qoftë edhe rojtar në atë bank, qoftë edhe rojtar në atë bank nuk lejohet, sepse ai është ndihmës i kamatës, ndihmës i përhapjes së këtij mëkati në mesin e njerëzve. Pejgamberi alayhis salam në lidhje me kamatën i ka mallkuar të gjithë ata që marrin pjesë në procesin e kamatës. Transmeton Semura ibn Jundub radiallahu anhu një hadith ku pejgamberi alayhis salam e tregon dënimin që do ta ketë ai i cili merret me kamat në ahiret. Thot pejgamberi alayhis salam duke e treguar një ëndër në të cilën pra i ka parë disa lloje të dënimeve në berzakh, në jetën e varreve, pra para se të ringjallen njerëzit. Thot pejgamberi alayhis salam në mesin e këtyre njerëzve e sqaron edhe dënimin e atij që merret me kamat. Thot pejgamberi alayhis salam: "Ra'aytu al-layla rajulain atayani fa akhrajani." Thot sot në ëndër i pash dy njerëz të cilët kanë qenë dy melek, pra i kanë ardhur pejgamberit alayhis salam në ëndër, dhe thot më nxorën dhe më dërguan deri në një vend, derisa arritëm në një lum që ishte prej gjaku, dhe aty një njeri fundosej dhe ishte lodhur pra nga qëndrimi aty, dhe gjaku i futej ngoj. Me një fjalë dënohej në këtë formë, pra duke qëndruar në gjak, duke u fundosur, dhe dëshironte që të del tek bregu i lumit, që të shpëtoj prej kësaj formës së dënimit. Sa herë që afrohej te bregu për dal prej atij gjaku, thot një njeri e godiste me një gur të madh në kokën e tij dhe e largonte atje. Pra përveç se rinte në lumë të gjakut,
po ashtu e shtonte gjakun e këtij lumi me plagët e tij që i fitonte nga goditja me gur për shkak se dëshironte të del prej aty. Dhe ky proces thot vazhdonte në mes këtij njeriu që ishte brenda në lumin e përgjakur dhe atij i cili priste në breg që kur dëshironte ky të del prej lumi ai ta godiste me gur. I pyeta këta dy që ishin me mua, thot pejgamberi alayhis salam, këta dy melek, kush është ky? Më than ai të cilin e pe në këtë formë, e pa në këtë formë duke u dënuar në lum, është ai i cili është marrë me kamat. Ai i cili ka hëngër kamat dhe është marrë me kamat. Dhe këtë hadith e transmeton Buhariu. Po ashtu Buhariu transmeton nga Ebu Hurajra radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Ijtanibu as-sab'al mubiqat", largohuni prej 7 mëkateve shkatruese. Thot Ebu Hurajra, than shokët e pejgamberit alayhis salam: "Ja Rasul Allah, wa ma hunne", o i dërguari i Allahut, kush janë këto 7 mëkate shkatruese? Tha: "Esh-shirku billah", ti bësh shirk Allahut, të adhurosh dikën tjetër pos Allahut subhanahu wa ta'ala. Was-sihr, dhe sihri, ti bësh sihr dikujt, apo magji. Wa qatlu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq, dhe vrasja e një njeriu të cilin vrasjen e të cilit Allahu subhanahu wa taala e ka bërë të ndaluar. Wa aklu riba, dhe ngrënia e kamatës, marrja e kamatës. Wa aklu malil yatim, marrja e pasurisë së jetimit. Wa tawalli yawm az-zahf, dhe t'ia kthesh shpinën armikut në ditën e betejës, në ditën e luftës, pra të tërhiqesh prej lufte, të dezertosh prej lufte në momentin kur armiku sulmon. Wa kadhfu al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat, dhe të bësh shpifje për besimtarët e sinqerta dhe të devotshme. Këto 7 mëkate janë prej mëkateve më të mëdha të cilat na i bën të qartë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe siç e shohim në mesin e tyre është marrja e kamatës apo veprimi me kamat. Transmeton Ibn Mesudi radiallahu anhu në hadithin sahih të cilin e transmeton Ibn Majah se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Ma ahadun akthara min ar-riba illa kana aqibatu amrihi ila qilla." Thot pejgamberi alayhis salam, nuk ka një njeri që e shton, pra e tepron me marrjen e kamatës, që tepër merret me kamat, vetëm se në fund ai do të shkoj pra në fukarallëk apo në varfri. Po ashtu Selman ibn Amr rahimahullah transmeton nga babai i tij radiallahu anhu, i cili thot: "E kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në haxhin lamtumirës duke thënë: Ela inna kulla riban min ribal jahiliye mawdu." Me të vërtet, çdo transakcion me kamat që e keni bërë në kohën e jahilietit është i anuluar. Juve ju takon kapitali juaj, nuk bëni zullum dhe nuk ju bëhet zullum. Ela wa inna kulla damin min damil jahiliyati mawdu. Po ashtu çdo hakmarrje, çdo gjak që e keni borx ndaj njëri tjetrit prej kohës së xahilietit është i anuluar. Wa awwal damin adau minha, dhe gjaku i parë të cilin e anuloi prej gjakrave është gjaku i Harith ibn Abdul Muttalibit, të cilin thot e vran Banu Lejthet. Ky pra ishte gjaku i një prej familjarëve të Muhamedit alayhis salam, dhe tregoi praktikisht se kur vjen një dispozit, spari ja fillon prej vetvetes së tij duke e praktikuar
atë dispozit. Pastaj tha pejgamberi alayhis salam, duke drejtuar gishtin dhe shikimin ka qielli, tha Allahumma hal ballagt 3 herë, o Zot, dëshmo se unë ua transmetova, o Zot, dëshmo se unë ua transmetova, dhe pastaj shokët e tij që ishin prezent thanë, po është e vërtetë se na ka transmetuar atë me të cilën i obliguar. Dhe kjo hadith është një prej argumenteve se transaksionet e kamatës apo haramet tjera në kohën e xhahiletit që janë bërë para se njeriu të hyjë në islam, për shembull nuk ka qenë musliman, para se të futet në islam ka pas disa transakcione me kamat. Ato që kanë kaluar dhe janë kryer prej saj, ato i falen. Ato transakcione që kanë ngelur edhe në kohën kur ai pra është bërë musliman, ka ngelur, afati është, për shembull, pasi që ai ka hyrë në islam, ka afat. Edhe pak në këtë rast ai më nuk e merr atë kamat ose nuk e jep atë kamat, po e anulon këtë transakcion. Ndërsa ajo që ka kaluar, ajo pra i falet, sepse është diçka që ka kaluar dhe nuk mund ta kthej dhe ta përmirësoj. Po ashtu për argumenteve të tjera që tragojnë ndalesën e kamatës dhe të pasurisë haram, përgjithësi është hadithi i pejgamberit alayhis salam, la ya'tiyanna 'ala an-nas zaman la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal am min al-halal am min al-haram. Thot pejgamberi alayhis salam, do të vijë një kohë kur njerëzve nuk do t'ju interesojë se si e fitojnë pasurinë e tyre, a prej halalit apo prej haramit. Po ashtu thot, do të vijë një kohë kur do të përhapet shumë kamata, saqë edhe ai i cili ka shpëtuar prej saj do ta godit pluhuri i saj, sepse shumë do të përhapet kamata në mesin e njerëzve. Po ashtu transmeton Ebu Gjuhejfe nga babai i tij se pejgamberi alayhis salam neha an thamanid dam, ka ndaluar nga çmimi i gjakut. Dhe është për qëllim hijamja është ndaluar në formë të uryer, jo ndalesë në formë të haramit, po ndalesë në formë të mekruhit. Dhe nuk është e pëlqyer pra që njeriu të merr para prej hijames dhe ta bëj këtë profesion të tij kryesor. Mirë po, nëse bën hijame dhe dikush i jep para, atëherë është e lejuar, sepse pejgamberi alayhis salam ka bërë hijame dhe i ka dhënë para atij që i ka marrë hijame. Mirë po, nuk është e pëlqyer që të bëhet profesion kryesor. Po ashtu ka ndaluar pejgamberi alayhis salam nga çmimi i qenit. Nuk lejohet që të shitet qeni dhe të mirret qeni. Po ashtu ka ndaluar nga çmimi i robreshës. Po ashtu ka ndaluar dhe ka mallkuar atë grua e cila i hek vetullat dhe atë grua të cilës i hiqen vetullat, dhe po ashtu e ka mallkuar atë i cili e merr kamatën, atë i cili e jep kamatën dhe atë i cili bën piktura të krijesave me shpirt. Transmetohet nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kamata është 73 lloje. Kamata është 73 lloje. Lloji më i lehtë prej kamatës, kamata pra është 73 derë, 73 lloje, 73 mënyra. Dhe më e lehta prej saj e ka mëkatin, dënimin, sikurse njeriu t'i afrohet nënës së tij për marrëdhënie intime. Pra aq mëkat i rëndë është, saqë edhe më i lehti prej këtij mëkati është shumë i madh. Edhe më i lehti është shumë i madh në krahasim
në krahësim pra me mëkate tjera, sa që pejgamberi a.s. e ka krahësuar me njeriu i cili afrohet nënës së tij për marrëdhënie intime. Po ashtu pejgamberi a.s. thot: dirhemu riban ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam, dirhemi i kamatës të cilin e merr njeriu duke e ditur, një dirhem pra, që nuk është shumë pasuri e madhe. Dirhemi i kamatës të cilën e merr njeriu duke e ditur është më i rëndë se 36 herë të bëj zina. Një dirhem që e merr pra nga kamata duke e ditur me vetdije është më e rëndë se sa të bëj 36 herë zina. Dhe ky hadith është transmetuar nga Ahmedi, ndërsa Sheh Albani ka thonë se është sahih. Dhe padyshim se këto dy hadithet e fundit janë prej argumenteve më të fuqishme dhe më të ashpra në lidhje me kamatën dhe atë që mirret me të. Sa që pejgamberi a.s. e ka krahasuar me mëkatet më të fliqura dhe më të shëmtuara. Dhe kamata është mëkati për të cilin pra, si që përmendëm, Allahu subhanahu wa taala i shpall luft atij i cili e vepron atë. Transmetohet nga Ibn Abbasi radiallahu anhuma se pejgamberi a.s. ka thonë: idha dhahara zina والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. Thot pejgamberi alayhis salam, kur të përhapet zinaja dhe kamata në një vend, thot ata e kanë lejuar, e kanë bërë halal që Allahu subhanahu wa taala ta lëshojë dënimin e tij mbi ta. Dhe ky është hadithi i fundit pra për të cilin do të flasim sot. Sa i përket hadithit më herët, pra diçka që se përmenda, ku pejgamberi alayhis salam ka ndaluar nga çmimi i gjakut, këtu hyn pra edhe shitja e gjakut në përgjithësi. Ndërsa për hijamen e ka përmendur si në formë që është mekruhe, edhe e kanë përmendur dietarët se është prej formave të uryera që njeriu pra ta caktoj si profesion kryesor. Mirë po, nuk duhet jetë pra kryesorja e pasurisë së tij, nuk duhet që të vinë në këtë formë. Kështu e kanë përmendur dietarët pra në bazë të disa haditheve tjera, po edhe në bazë të këtij pra, sepse disa e kanë komentuar se është për qëllim gjaku i nxjerrur prej hixhamës. Disa tjerë kanë thënë se është për qëllim gjaku i shitur. Sidoqoftë pra, gjaku nuk është prej gjërave të cilit i vendohet çmim. Po ashtu për shembull dietarët e kanë përmendur nëse njeriu e merr një kafsh për ta plenuar kafshën e tij. Ka lop për shembull dhe e merr prej dikujt një bik që të ketë viç. Ai i cili e jep bikun nuk i lejohet që t'i caktojë çmim spermës së bikut, sepse është prej gjërave që nuk janë pra të me vlerë dhe nuk u caktohet çmim. Në këtë rast pra nuk është e pëlqyer që kjo të jetë biznesi kryesor i njeriut, sepse është prej çështjeve që nuk janë shumë, mirë po lejohet. Dhe pejgamberi alayhis salam ka bërë hijame dhe i ka dhënë haxhamit, i ka dhënë dinar apo 2 dinar. Dhe nëse e merr këtë ta përpjestosh tash sa bën, edhe të vendoset pra si lloj çmimi, Allahu alem, mirë po më e mirë është që t'i lihet në dorë atij të cilit i bëhet hijamja, që ai të jep sa ka mundësi. Kjo është më e mira. Mirë po nëse veprohet inshallah taala nuk ka mëkat.